për me respiratore, mund të drejtojnë pyetje direkte në studio. Pra numri është 28128. Po, doktoresha, do të vazhdojmë. Tani, cilat janë rrugët e përhapjes? Si do të përhapet një viroz? Që të përhapet një infekcion dhe të zhvillohet do dhe kushtet e nevojshme. Dhe do disa halka, disa komponentë, si të themine. Duhet burimi i infekcionit e para. Duhet ata që do ta transfertojnë ose rrugët e përhapjes dhe subjekti që do ta marrë këtë infekcion. Burimi i infekcionit gjithmonë është njeriu i smur, sepse po flasim për virozat humane. Po që transmetohen nga njeriu tek njeriu. Po, nuk po flasim për ato që kanë dalë tani dhe e tjera. Po flasim për këto. Atëherë është njeriu i smur. Si e përhap ky njeriu i smur? Në rast të parë me anë të spërklave që dalin qoftë nga të shtitjet, qoftë edhe nga kollitjet, nga spërklat e gojës, nga përshtyma. Këto spërkla dalin në ajër, mund të vinë në kontakt direkt me personin, si që jemi ne të dy që po flasim, dhe po t'jem mund t'ja unë gjisë dhe juve, po për fatë mirë jo. Ose mënyra tjetër është dhe në përmjet objekteve, kontakti me objektet. Për shembull, një i rritur është me një virozë respiratore, ka temperaturë, kollitje të shtitura, ai vetë dhe kap fëmin, babaj ose nëna e fëmis, kap objektet të fëmis, ose kap direkt fëmin, ose e puth atë, dhe ja që u bëhe dhe ngjitja. Ose në përmjet duarve të palara. Ka fshirë hundët, qoftë në shami ose... Nuk e ka një përdorim shumë. Atë, edhe me ato duar vete për këdhel fëmin, e kap, mund të kapi dorën e fëmis, fëmia ka vetin, sidomos fëmia i vogël që duar t'i mban në gojë, në mund, edhe në sy mund bëjnë inokulim direkt, edhe kështu që bëhet transmetimi i infekcionit. Prap, nga tek fëmijët e vegjël sidomos, sepse vinë shumë nëna dhe thonë kur paraqiten, po ku e mori xhanëm? Unë e kisha brenda në shtëpi, po e mbajmë edhe mbyllur, ku e mori? Po harrojnë që në atë dhomë, kur i fëmija vinë shumë të tjerë, të jashtëm, qoftë vizitor, miq, mysafir, qoftë babaj ose nëna, gjyshi, gjyshja, qoftë dhe një fëmijë tjetër më i rritur që vetë ta puthi fëmijën e vogël. Atëherë në qoftë se një person i rritur në një shtëpi është i smur me grip dhe kemi praninë e fëmijëve, është shumë e lehtë. Është shumë e lehtë që ta marrë. Ka ndonjë masë që mund merret për shembull? Po, masat, në qoftë se ambientet në shtëpi janë të bollshme, atëherë duhet që ky person të paktën të izolohet. Të izolohet, mos të rri aty të paktën kur i fëmia i vogël, ose fëmia i vogël të largohet nga ai ambient. Kur ka periudha që ka viroza si tani, jo të gjithë mysafirët duhet vend të takojnë fëmijët e vegjël, sidomos ta puthin e ta përkëdhelin, sepse ja japin me njëri infeksionin. Nëna për shembull, që i jep gjithë fëmijë, sidomos në këto raste, mund të mbante një maskë, që sidoqoftë do të arrinte që ta ruante. Kemi një telefonat në studio? Alo? Po, jeni në televizionin Apollon emisionin Medicina. Po. Keni një pyetje për doktoreshën? Ratë parë ju përshëndes dhe urime për emisionin. Faleminderit. Kisha një pyetje për doktoreshën. Jam një nën nga Fieri dhe dua të di se sa e rëndësishme dhe se sa e domosdoshme është që në rastin që ne dallojmë simptoma virusale, gripale, temperatura tek fëmijët tanë, në mënyrë urgjente të vinë tek mjeku. Nëse ne duhet të presim një ditë, 2, sepse ne kemi dëgjuar dhe dimë që temperaturat të paktën 3 ditë do bëjë të sajën, dhe a është e nevojshme domethënë që Faleminderit. Po, është vërtet. Në fillim, kur sapo fillojnë shenjat e para të sëmundjes, që mund të jenë temperaturë jo shumë e lartë, mund të jetë një rrugë varet nga lloji virozës, do të shpjegojmë edhe më poshtë, po mund të jetë një temperaturë 38, 38.5, prindët duhet të jenë të instruktuar dhe me them që një pjesë e mirë e nënave, po dhe e baballarëve, sot din diçka se çfarë duhet bëjmë. Edhe duket që kjo nënë ishte goxha mirë informuar.
Pra, hapi parë është nuk do të shkoj me njerë të mjeku, por do të vërë në zbatim njohurit që di ajo vetë. Është shumë e rëndësishme, domethënë masat në shtëpi, sepse është një pyetje më. Por aman, ajo do të shikoj gjendjen e fëmijës, sepse nëna është edhe psikologe për fëmijën e vet, dhe kupton që ky fëmijë më përpara ka qenë mirë, ndërsa tani e ndryshoi humorin. Domethënë mund të jetë i fjetur, mund të jetë i grindur, nuk po ha. S'kan filluar akoma shenjat e tjera, nga bllokimi i hundës. Nuk po e merr dot gjirin. Duhet arritë të çmojë nëna se sa e agravuar, sa e rënduar është gjendja e fëmijës. Se në qoftë se ajo shikon që fëmia është me vështirësi të mëdha në frymëmarrje, është nxirr në fytyrë, temperatura është 39 deca, natyrisht i do vej me njerë të mjeku. Varet dhe nga largësia që ka nëna, domethënë rruga që do të bëj ajo për të mjeku, se mund të jetë në një fshat larg dhe ajo nuk vjen dot. Ka dhe infermierën aty afër. Por masa e parë është që ajo do të kujdeset vetë për fëmijën. Pra varet kryesisht nga nëna. Po në qoftë se në situata është për shembull shumë e rëndë me temperaturë shumë të lartë, ose ka një bllokim, ka ndonjë masë që mund ta marrë nëna direkt në shtëpi, ndoshta ishte edhe nëna menjëherë në qoftë se është në këtë gjendje të rëndë, do t'i japi një paracetamol, i cili mund të jetë në forma të ndryshme, mund të jetë supos, që do t'i shpjegojmë dhe më poshtë, mund të jetë me pika, mund të jetë tablet, mund të jetë shirup, varet pra nga mosha e fëmijës e të tjera, do t'i themi dhe dozat që përdoren. Mund t'i bëj një banjë komplet fëmijës në qoftë se është me temperaturë shumë të lartë, sepse banja me ujë të vakët, jo me ujë të ftohtë, bën që të ulet temperatura, mund t'i vër kompresat ftohta aty ku kalojnë enët e mëdha të gjakut, jo me akull. Jo me akull dhe që nëna ta dinë ku kalojnë enët e mëdha të gjakut, sepse nuk e kanë anatominë. Në qafë kalojnë enët e mëdha që furnizojnë trurin, mund vej peceta të lagura, por jo shumë të ftohta, mund vej edhe në barkë, domethënë në rrezët e kofshit, ku kalojnë përsëri enët e mëdha të gjakut që furnizojnë pjesën e poshtme. Dhe detyrimisht duhet ta zhveshi fëmin. Ti heqi rrobat e tepërta sepse vjetër e një mani, sidomos në zonat rurale në fshatrat, që ato e veshin më tepër se po është ftohtë, po dhe nga ligjet e fizikës, ku do avulloj kjo nxehtësi? Nga trupi më i nxehtë do dalin në një ambient më të ftohtë. Po në qoftë se ti e vesh, ambienti e nxjerr sobën akoma më shumë, kaloriferin, mjetet e tjera ngrohtë, atëherë ku do dali kjo nxehtësi? Gjendja e fëmijës përkeqësohet. Do t'i bëj masat e para janë këto. Po ajo pyetja lidhur me përdorimin është shumë shkencore në fakt. Po, ajo është nivelin duket ajo e ka vuajtur. Edhe vetë këtë gjë do të paraqitet tek mjeku. Ç'është e vërteta, edhe ne mjekët gjendemi në shumë dilemë kur një fëmijë vjen. Por e pyesim, sa ditë ka? Ka 2-3 ditë, në qoftë se ai ka 2-3 ditë që ka marr antipiretik, paracetamol, Ponstan e tjera që do t'i themi, atëre mendojmë që ka kaluar faza një infeksioni viral dhe mund të jepet një antibiotik. Sepse njerëzit duhet të dinë që antibiotikët nuk veprojnë mbi viruset, asnjëherë nuk veprojnë sepse është klasë tjetër barnash dhe antibiotikët janë vetëm për bakteret apo për ato që ne i quajmë mikrobe. Dhe tjetra është që asnjëherë nuk duhet vënë në farmaci dhe të marrin vetë antibiotik, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Shishet në dorë. Atëre, pra do të gjykoj mjeku nga gjendja e fëmijës. Nëse mendon që është një infeksion viral, nga shenjat që paraqet fëmia, apo mendon që është një infeksion bakterial, sepse ai mund të ketë edhe bajame të qelbëzuara. Mund të ketë edhe një bronkopneumoni që nuk është falet me shenja. Dhe tjetra është që në moshat më të vogla, megjithëse se antibiotikët nuk veprojnë në viruset, në moshat nën 2 vjeç dhe veçanërisht në ato 1 vjeç, edhe literatura e rekomandon që të përdoren antibiotikët. Pra nëna dëgjoni, nën 2 vjeç dhe nën 1 vjeç antibiotikët mund të veprojnë. Por gjithmonë në udhëzimin e mjekut, jo ta përdorin vetë. Sepse mjeku mendon që është shumë e thjeshtë në këtë moshë të vogël, me një imunitet jo të lartë, me një rezistencë jo të lartë, mbi infeksioni me baktere, vendoset shpejt një infeksion me baktere. Sepse pak a shumë njerëzit veçanërisht flas për një stres që ka mundësi të lexojë apo të hyjë në internet, mund ta dinë që infeksionet e rrugëve të sipër me 70 deri në 90% shkaktohen nga viruset dhe zakonisht rekomandohet vetëm me masa simptomatike dhe jo. Por nuk do të jetë nëna ajo që do të vendosi për antibiotikun. Këtu nuk përjashtojmë dhe raste, sepse mendoj që nëna tërthorazi bëri dhe një vretje, domethënë për mjekët, që ka edhe mjek që sa po e shikojnë fëmijën me temperaturë, me njëri japin antibiotikun. Ose është vetë prindi që e vë në siklet mjekun. Po si do t'ja bëjmë? Unë e kam me temperaturë, ç'do bëj? Do duroni derisa të ulet temperatura me këto mjete.
Po. Sepse ndonjëherë është dhe tendenca në zonat rurale ku nuk ka mundësi të vizitohet shpesh, edhe ja jep si profilaksi që në fillim antibiotikun. Po, ndoshta aty është më e justifikueshme se sa këtu në qytet, kur i ka mundësi që të komunikojë më mirë me mjekun. Pra në përgjithësi. Por bile më falni, ndodh dhe kjo që bile ka marrë shirupin dhe ditën tjetër vjen te mjeku i tjetër për shkak në spital se ne ndrohemi ose në lagje ku ditë dhe thot, po s'po mi bëjnë efekt, po dale shirupi tani filloi. Dhe gjithmonë ja u shpjegojmë që shirupe do të veprojnë ngadalë. Madje disa hedhin idenë që janë shirupe të skaduara dhe nuk veprojnë. Unë nuk e di se nuk mbaj përgjegjësi, ose fëmia s'ma pi se është i hidhur. Po. Ka. Ashtu ka plot dhe nuk kanë edhe të drejtë në drejtim. Po, mirë, teleshikuesit mund të vazhdojnë të telefonojnë në numrin që shihni në ekran, 28128, ne do të vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Po, tani do të thoja si do të zhvillohet ky infeksioni viral, nëse janë të interesuar. Se tham që virusi do të jetojë patjetër në qelizë. Ta zënë se do të mund ta lidhim pak edhe me shenjat klinike në mënyrë tani po marrim nga viruset e frymarrjes, po përmendim atë më të thjeshtin që shkakton të ftohtit e thjesht ose rufën rinovirusi. Ky futet nëpërmjet hundës ose nëpërmjet gojës. Aty gjen kushte të përshtatshme se hunda ka dhe kimet ato ciljet që krijojnë një ambient të përshtatshëm temperaturë dhe menjëherë mundohet që të kapi një qelizë në cipën e brendshme që veshin qoftë hundën, gojen apo farinksin. Do të kapi një qelizë, se nuk hyr një virus, hyr në disa, po marrim rrugën e njërit, po e ndjekim hap pas hapi. Ai do zaptoj menjëherë një qelizë. Do mbërthehet mbas asaj qelize, sepse vetëm nuk mund të jetojë. Dhe do fillojë aty të bulëzojë, edhe të shumëzohet, të riprodhohet. Dhe arrin që e çan këtë qelizë. Del nga qeliza vetëm në hapësirën midis ndërqelizore, midis qelizave të tjera. Mundohet këto që janë shumëzuar të kapin qelizat të tjera. Dhe të tjera me radhë të krijohen një zinxhir i madh dhe nga farinksi të arrijnë më poshtë në larinks, që është rruga e zërit, të arrijnë në trake, në gypin e frymarrjes, mund të arrijë dhe në bronke dhe pastaj mund të vijë deri në mushkë. Do ta ndërpresim sepse kemi do ta vazhdojmë prapë, kemi një telefonat në studio. Mirëmbrëma. Me kënaqësi. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Një pyetje për doktoreshën. Edhe mund ta ngrini pak zërin se dëgjoni pak dobët. Një pyetje për doktoreshën. Po, pyetje patjetër. Për sa ju përket problemeve në rrugët respiratore, kam një pyetje të tillë. Në qoftë se një fëmijë vua nga problemet e laringitit, në një moshë 2 vjet, 3 deri në 5 maksimumi, është e mundshme që problemet e laringitit në një moment mund të shfaqen me njolla në lëkurë më vonë? Po, kjo është pyetja juaj. Po. Faleminderit, do merrni përgjigje. Po. Tani laringiti zakonisht bën pjesë ai në grupin e sëmundjeve virale, do me thënë që shkaktohen në përgjithësi nga viruset. Është një sëmundje që ka një fillim shumë të papritur, si rufeja në gjellë të kthiellës. Fëmia është mirë në mes të natës, kur ulet zakonisht dhe temperatura, ndodh me një ëndja e cipës së brendshme të laringut, të rrugës së zërit dhe ai mund të ëndet mund të ëndet kaq shumë sa të bllokohet të ngeli një fije e hollë për të kaluar zëri por dhe ajri. Që jep dhe atë simptomën karakteristike fishkëlluese. Fishkëlluese tamam si fishkëllima e gjelit, si mund të themi, dhe kolla bëhet lehtëse, si koll qeni. Koll qeni, koll shumë e thatë, e fortë, bile ajo rruga bllokohet kaq tepër sa zëri mund të ikë. S'ka më zë fëmia. Në këtë rast patjetër që duhet vi urgjentisht, tepër urgjentisht në spital. Por ato nëna që kanë, si kjo që po thot tani, kjo zonjë, që mund të ketë raste të përsëritura tek fëmia të laringitit, e din tashmë mbajnë edhe ultrakortene me vete, sepse me të vërtet kortizonikët janë shpëtimtar në këtë rast. E para është adrenalina, po ato s'kan si të bëjnë adrenalinën në shtëpi dhe mbajnë këto. Por janë dhe këto procedurat e ngrohta, do të thënë avujt e eukalipsit për shembull, jo se janë popullore, por përmend edhe në literaturë, që bëjnë shumë mirë për ta liruar. Ajo që ka thot nëna që pasaj më vonë i dalin njolla, këtu mund të kemi një kombinim të komponentit virusal me komponentin alergjik, që dalin këto njolla, se dhe ka dhe kombinime të tilla. Do me thënë, këtu futet dhe komponenti alergjik, pra një fëmijë i tillë që më vonë i dalin edhe njolla në lëkurë, mendoj që ato do të jenë urtikarje. Kjo nuk është thjesht çështje e futjes së virusit, po ka dhe një komponent tjetër. Dhe me tërmend ajo zonjë mund të jetë e shqetësuar, sepse ka raste të tilla të përsëritura që nganjëherë thjesht pediatri nuk i jep rrugë, po në kombinim me në këshillim me alergologun, ne për fat kemi dhe alergolog pediatër tani në spitalin tonë,
që mund të merret me kurimin e tyre. Ndërkohë që njihet në fakt edhe mund të jetë një ulje e pllakave të gjakut kalimtare me mekanizëm direkt që mund t'i japë këto pllaka, sepse njerëzit nuk mund ta dinë dot, domethënë. Nuk e di se çfarë janë, po mendoj që kanë qenë urtikarje, po mund të ketë lloj-lloj smundje me shfaqjen e këtyre pllakave. Po. Do flasim edhe për shenjat në mënyrë të përmbledhur, sepse pastaj do kalojmë mbasi të flasim për shenjat, do flasim në pjesën e dytë sepse do të ndjekim edhe një rubrik, një barnat që përdor është një nga rubrikat që neve do ta servirim, por vetëm pasi të kemi diskutuar për shenjat klinike, do kalojmë tani e tham, ato shenjat e rrufës së zakonshme janë të thjeshta, domethënë futet virusi do 1-2 ditë ose 2-3 ditë derisa të shumëzohet, të zhvillohet, shfaqet një rruf, një koll e lehtë e thatë, një kputje e përgjithshme ose jo, një humbje të oreksit, kjo është më tepër për fëmijët më të rritur. Kjo mund të kalojë dhe vetvetiu pa ndonjë mjekim, ose duke hedhur në një solucion fiziologjik, operil, sterimar, të gjitha janë komponentë të ujit me krip, nuk është një gjë duke ja hedhur fëmijës. A mund të përsërisim ndonjëherë operil? Operil, sterimar, do me thënë ujë deti, si mund të themi. Këto të gjithë përmbajtjen e kanë në ujë me krip, të cilin prindi mund të bëjë dhe vetë, po nuk ja vlen, sepse solucioni fiziologjik është i lirë, për shembull, në farmaci dhe mund ta përdori. Por duhet përdorur disa herë gjatë ditës. Jo, nuk ka ky 3 herë, siç janë antibiotikët e tjera. Pastaj kemi virusin e influencës që shkakton gripin. Ky thamë që prek më tepër fëmijët e moshës shkollore, parashkollore, dhe ky do 2 deri në 4 ditë futet ai në organizëm, bën atë procedurën që thamë, dhe pastaj shfaqen shenjat, temperaturë e lartë, mund mos ketë rruf në fillim, vetëm temperaturë të lartë, anoreksi, do me thënë humbje të oreksit, një lodhje, dhimbje të muskujve për fëmijët më të rritur, për fëmijët më të vegjël nuk din t'i tregojnë, ndërsa tek fëmijët e vegjël fare, në qoftë se i kap, atëre ky shfaqet me simptomat më të rënda. Dhe këtu është gjithë problematika. Dhe e keqja është sepse këto mund të shfaqen edhe gjatë natës, kur prindi është në gjumë dhe nuk e zbulon. Dhe çfarë mund të shfaqet? Një temperaturë e lartë 39-40 gjatë natës. Prindi është në gjumë, fëmia është në gjumë, fillon të rënkojë, prindi nuk e dëgjon. Kjo temperaturë e lartë jep konvulsione, lodrën tek fëmia. Dhe nëse lodra zgjat mbas disa minutash, e nganjëherë dhe gjysmore dhe 1 orë, 2 orë, kurse kanë kuptuar, atëherë jep pasoja të pariparueshme për fëmijën, sepse dëmtohet truri i fëmijës. Por nëse prindi e kap të temperaturë të lartë, bile po e kapi me konvulsione, do të thënë me lodrën duhet urgjentisht, menjëherë t'i fusin një supoz paracetamoli, që duhet ta kenë të gjithë. Pra rekomandohet mbajtja në shtëpi një supoz i paracetamolit. Sepse supozi është më e thjeshta në këtë rast, ai nuk e merr dot nga goja, as shirupin, as injeksion nuk i bën dot. Dhe pasaj mbështjellje me çarçaf të lagur, jo të ftohtë fare, ose futja në ujë të vakët, dhe menjëherë detyrimisht thritja e infermieres në zonat rurale, ose nisja në spital, ai që ka mjetin që mund ta çojë në spital, varet nga rrethanat. Meqense përmendëm konvulsionet, mund të përdoret valiumi apo diazepami, që njerëzit kanë dëgjuar për këtë dhe që mund të përdoret? Valiumi ose diazepami është mjeti më efikas për konvulsionin. Pra, futet një supoz dhe valiumi ose diazepami, po fatkeqësisht nuk e kanë të gjithë në shtëpi. Mirë është që të mbanin një ampull diazepam, por duhet instruktohen nga personeli mjekësor dhe një shiringë 2 mililitrëshe, duke i hequr agen shiringësh, duke e thithur dhe duke e futur në të ndënjurat, hapen të ndënjurat e fëmijës, futet dhe pastaj mbahen prak të ndënjurat sa të kalojë. Ky është shpëtimtar në këto raste. Shumë prindër të cilët kanë fëmijët e tyre që vuajnë nga epilepsia, nga sëmundja e tokës, e kanë, sepse janë udhëzuar dhe nga mjeku. Por dhe të tjerët, në lidhje me personelin mjekësor, qoftë mjek, infermier, duhet, sidomos kur kanë fëmijë të vegjël fare, në 2 vjeç, sa atëherë shfaqen këto, duhet i kenë këto masa. Nuk e di nëse